E digja se nuk duhej. E digja që nga momenti kur u zgjova në atë mëngjes të martë, me diuin që depërtonte në përperdet e bardat të dhomës son të gjumit. Pran meje, buri në flinte ende, me dorën mbi jastëk, të qetë, pa as një dyshim. Dhe unë, për herë të parë pas 5 vjetë martes, e ndjeva atë zbrazëti të njohur. Jo zbrazëti nga ai, jo nga martesa, por zbrazëti nga unë. Unë grita pa zhurmë, bëra kafe, hapa telefonin dhe pa menduar gjatë i shkrova. Sot do të jem në Tiranë, a mund të takohemi? Ai ishte një ish, jo ai që më kishte lënduar, por ai që nuk e kisha harruar kur totalisht. E kishim lënë 7 vjetë më parë, para se të njihja burin tim. Ai ishte dashuria e parë e madhe, ajo që më mësoi si ndihet të dridhen duart para se të trokasësh në derë. Dhe unë e kisha mbyllur atë kapitull, apo të paktën kështja mendoja. Ai u përgjigj brenda 5 minutash. Po, pas dite. I hodha syt nga buri im, flinte akoma. Puthja në balë që i lash duke dal nuk ishte një gënjeshtër. Ishte një lamtumire përkohshme për një version të vetes që po vendosja ta tradhtoja. Rrugës për në Tiranë, me makinë, e ndiheja veten si një vajzë 17 vjeçare, stui në gjoks, fytyrë të qetë. Mendova për jetën time, shtëpinë e rregullt, darkat e së dielës me vjerën, planin për fëmijët pas 2 vitesh, pushimet e planifikuara në Korçë dhe në Durrës. Një jetë të bukur, një jetë që e doja. Por që dje, për disa orë, nuk më mjaftonte. Takohemi në një kafe pranë liçenit artificial. Ai më priste me duar në xhepa, po aq i gjatë dhe po aq i heshtur sa dikur. Kur më pa, buzëqeshi. Dhe unë kuptova se nuk ishte ai që më mungonte. Ishte ndjesia e të qenit e pa planifikuar, e pa parashikueshme. Ishte adrenalina e të bëri diçka që nuk duhet. U ulëm, por nuk e preka. Ai foli i pari. Dukesh mirë, martesa të bën mirë. Thash. Martesa nuk më ka bërë as mirë e as keq, më ka bërë të sigurt, dhe ndonjëherë siguria mbyt pak. Ai e kuptoi. Nuk ishim më atë zjarr djegës, ishte thjesht një bisedë mes 2 njerëzish që dikur kishin ndarë njëri tjetrin si sekret. I tregova për punën time, për lodhjen që ndjeja, për ato net kur buri im fle dhe unë ri zgjuar duke pyetur veten, a jam ende unë? Ai më dëgjoi, nuk më gjykonte. Dhe për 2 orë ndjeva se po më shihnin përsëri, jo si gruaja e dikujt, jo si vjera, jo si planifikuesja e darkave, por si ajo që dikur kishte ndëruar të shkruante libra dhe të udhtonte pa destinacion. Pastaj u ndam, u përqafuam shkurt, as një puthje, as një premtim. Ruhu, tha ai, dhe kujtohu që nuk je vetëm përgjegjësia e askujt. U ktheva në makinë, dhe aty, para se të ndezja motorin, qava. Jo nga pendesa, jo nga dashuria e pamundur. Qava nga liria e çuditshme që ndjeva, sepse për herë të parë pas vitesh, kisha bërë diçka që askush nuk e priste nga unë. Kisha marrë një rrezik. Kur mbërrita në shtëpi, buri im ishte ulur në divan duke lecuar. Më vështroi. Si kalove? E putha në bal. Mirë, por të dua më shumë se që mendoja. Ai buzëqeshi, pa e ditur kur që unë atë pasdite kisha vdekur dhe kisha lindur përsëri, jo sepse pash një tjetër, por sepse pash veten time që kisha lënë pas. Dhe atë natë, për herë të parë, fjetëm duke u përqafuar vërtet, jo nga zakoni, por nga një zgjedhje e re. Morali im. Ndonjëherë nuk është tradhtia e trupit ajo që na tremb, por ajo e shpirtit. Të jesh e martuar nuk do të thotë të ndalosh së ndjeri, por të mësosh t'i përkthesh ato ndjenja jo në ikje, por në kthim. Unë hapa këmbët atë ditë, por nuk rash. U ktheva në shtëpi më e tërë se kur, dhe kjo ndoshta është besnikëria më e thellë, të zgjedhësh përsëri, jo nga detyra, por nga vetëdia. Ditët në vijim ishin të çuditshme, jo të vështira, jo të dhimbshme, por të çuditshme, sepse unë nuk ndjeja faj. Dhe kjo ishte ajo që më shqetësonte më shumë,
Nëse do të kisha ndier pendes, do të thoshte se e dija se kisha bërë diçka të gabuar. Por unë ndjeja vetëm një qetësi të freskët, sipas një shiu të gjatë. Burri im, Leoni, nuk vuri re asgjë. Për të, unë isha e njëjta grua që zbriste çdo mëngjes me gotën e kafes në dorë, që mbante mend datëlindjet e tezeve të tij, që qeshte me të njëjtat shaka. Dhe unë e doja atë, Zot, sa e doja. Por tani, pranë tij ndjesha ndryshe, jo më e zbrazët, jo më e padukshme. Një javë më vonë, pas dite, po pastroja dolapin e dhomës së gjumit. Gjeta një kuti të vjetër këpucësh të mbushur me fotografi të vjetra. Fotot e dasmës son. Pash fustanin tim të bardhë, buzëqeshjen time të atëhershme, dhe pyeta veten. Çfarë prisnim atë ditë? Prisnim sigurinë? Prisnim një njeri që të mos na lëndonin më? Apo prisnim të humbnim pak nga vetja për të fituar një shtëpi? Leon hyri në dhomë pa trokitur, më pa me kuti në dorë dhe ul pranë meje. Çfarë po bën? Pyeti. Po kujtohem pak. Ai mori një foto, ishte ajo ku ne po prisnim tortën, unë me kokën mbështetur tek shpatulla e tij. Pastaj ngriti syt nga foto dhe më vështroi mua. Je e lumtur? Më pyeti befas. Nuk e prisja atë pyetje, asnjëherë nuk e kishte bërë më parë. Ndjeva në fyt atë gungën e vogël, atë që vjen kur dikush të sheh më shumë se që tregon. Po, i thash, por ndonjëherë më mungon ajo që isha para teje. Ai nuk u ofendua, nuk u tërhoq, përkundrazi, më puthi në bal. Edhe mua më mungon ai që isha para teje, tha, por nuk do të thoja kur që të dua më pak tani. Qava, këtë herë jo nga liria, por nga mirënjohja, sepse Leon ishte një burr që mund ta kuptonte heshtjen time. Ai nuk ishte nevojë të dinte për takimin tim me Ishin. Ai kishte nevojë të dinte vetëm se unë po mundohesha të gjeja rrugën për të qenë e tërë. Atë natë, pas darkës, i thash, dua të shkruaj. Ai ngriti dhe tullat. Çfarë? Ato tregimet që lash gjysmë, dua t'i përfundoj. Leon buzëqeshi. Më thuaj çfarë të duhet. Një tavolinë të re? Kohë vetëm. Një laptop? Ndoshta pak besim, thash, por edhe pak kohë për vete. Nuk të kam ndaluar kur, tha ai. Ti u ndale vet. Dhe kishte të drejtë. Unë kisha zgjedhur të bëhesha gruaja e dikujt, e ardhmja e dikujt, por kisha haruar se brenda meje kishte akoma atë vajzën që shkruante në fletore natën vonë kur prindrit flinin. Ajo vajzë nuk ishte vdekur, thjesht ishte fshehur. Muajt në vijim ishin më të mirë se sa prita. Nuk e takova më Ishin, jo sepse kisha frikë, por sepse nuk kisha nevojë. Ai ishte thjesht një pasqyrë, një kujtim që më tregonte se diçka mungonte. Dhe unë tashmë e dija se çfarë ishte ajo diçka. Nuk ishte dashuri tjetër, nuk ishte avanturë. Ishte leja për të qenë ende e paplot, pa u ndier fajtore. Filova të shkruaj, në fillim me turp, pastaj me etje. Leon më blen një tavolinë të vogël pranë dritares. Kur shkruaja, ai nuk më shqetësonte. E dinte se në ato orë unë nuk isha gruaja e tij. Isha thjesht unë. Dhe një natë, pasi mbylla laptopin, e gjeta duke fjetur në divan me një libër në gjoks. E mbështolla me jorgan. Ai hapi syt për gjysmë sekonde. Si po shkon tregimi? Pëshpëriti. Po mëson të mbaroj, thash, ashtu si ti. U ktheva në krevat dhe pash tavanin. Mendova për atë pasdite në Tiranë, për kafen pranë liçenit, për Ishin që më tha, nuk je vetëm përgjegjësia e askujt. Dhe për herë të parë e kuptova plotësisht. Nuk doja të isha përgjegjësi e askujt. Doja të isha zgjedhje. Dhe Leoni më zgjidhte çdo ditë, jo sepse isha e përsosur, jo sepse isha e përkulur, por sepse isha e vërtet. Edhe kur dyshoja, edhe kur hapja këmbët në mendje, edhe kur kthehesha pak më vonë se zakonisht. Tani e kuptoj, nuk është tradhti të ndjesh se diçka mungon. Tradhti është të pretendohesh se gjithçka është në rregull, ndërsa brenda po vdes. Mua më duhej ai takim për t'u zgjuar, dhe më duhej kthimi për të kuptuar se aty ku isha ishte vendi im, jo vendi i përsosur, por vendi ku më lejohej të rritesha.
Dhe kështu, historinë time nuk e mbyll me një lamtumir apo një rrëfim dramatiku. E mbyll me një mëngjes të zakonshëm. Leon duke ruajtur mjekrën, duke shkruar në tavolinën time, kafeja duke u ftohur pranë kompjuterit, dhe një ndjesi që nuk e kisha ndjerë prej vitesh. Paqe. Jo ajo e jashtme, e detyruar, por ajo e brendshme, e zgjedhur. Dhe kur dikush më pyet sot, a do të kthehesh e pas? Unë them, nuk kam ku të kthehem, sepse më në fund jam këtu.